Po, pozicioni i Institutit Reinvest, i cili është artikulu përmes këtij raporti, i cili edhe do të jetë si burim kryesor i diskutimit në konferencë, evidenton që Kosova ka pas një trajektore rritje vitet të fundit, veçanërisht pas pavarësisë, megjithatë norma e kësaj rritje nuk ka qenë transformuese. Nuk ka qenë mjaftueshme për me adresu problemet e rëndësishme që Kosova ka, veçanërisht çështjen e punësimit, po edhe disbalancit tregtar. E kjo e rrit nevojën për një model të ri të rritjes ekonomike, për cilin është duke avokuar Instituti Reinvest në vazhdimsi në ulëmtimet e veta, i cili model bazohet në ofertë, pra përmirësimin e ofertës, rritjes së bazës industriale, e cila do të ndihmojë edhe në një anë të krijojë vende të punës, po edhe të adresojë çështjen e disbalancit. Kjo për më tepër është e rëndësishme edhe për të kaluar atë që njihet si gracka e vendeve me të ardhna mesatare, në cilën Kosova është aktualisht. E ne argumentojmë që kjo është e mundshme vetëm në qoftë se dizajnohen politika që mbështesin ndërmarrësinë, e përmirësojnë inovacionin dhe kërkimet, dhe në anën tjetër janë në harmoni edhe me politikat e BE-s për integrimin e Ballkanit Perëndimor, për shkak se prej shumicës vendeve që kanë kaluar prej stadit të zhvillimit mesëm në stadin e zhvillimit të lartë, mbi 2/3 e këtyre vendeve janë vende që janë antarësuar në BE. Pra me fjalë tjera, vetë procesi i antarësimit i ka ndihmuar me bë këtë kapacitetin të madh, e ne argumentojmë që kjo është e rëndësishme edhe për Kosovën, sepse në të kundërtën do të ishte e rëndësishme që të dizajnohen politika për të akomoduar këtë hendek që do të mund të krijohej në situata të tjera. Pra këto janë tezat kryesore që ne i kemi përpara vetit edhe që po i trajtojmë vazhdimisht, po edhe do t'i dëgjojmë refleksionet e kolegëve që vinë për institucione prestigjioze nga rajoni, po edhe bota mbi këto probleme që i ka Kosova. Ngritja e çmimeve sigurisht se krijon presion inflacioni për gjithë ekonominë e vendit, dhe veçanërisht rritja e fundit do të ketë një refleksion të tij, i cili pritet. Megjithatë, çmimi i energjisë ka qenë subjekt i diskutimit që një kohë gjatë, ajo është mallë si edhe mallra të tjerë, dhe prej perspektivës së tregut, sigurisht se ka pasur argumente për të rregulluar çmimi, për të harmonizuar çmimin. Megjithatë, duhet dizajnohen politika të targetuara për ato kategori që kanë vështirësi në pagesë energjisë. Sa i përket sektorit privat, sipas legjislacionit të Kosovës, kjo është dashur ndodhur edhe më herët, megjithatë ka pas vazhdimsi shtyrje, e cila përjedhoi i ka kriju bindjen te sektori privat që do të ketë shtyrje dhe matutje, dhe në anën tjetër sektori privat edhe është gjetë i papërgatitur në këto rrethana. E unë mendoj se një komunikim më i mirë edhe mes rregullatorit dhe sektorit privat është i domosdoshëm në mënyrë që kur dalim në treg të lirë të kemi sa më pak pasoja, po edhe kemi informim sa më të mirë në lidhje me atë se çka na pret në tregun e hapur. Kjo perspektiva e rritjes ekonomike, jo vetëm në nivel rajonal, po në nivel global, pritjet janë që do të ketë një ngadalësim. Për shkak të ndryshimeve të mëdha gjeopolitike nëpër botë, pra vlerësimet aktuale janë më pesimiste se sa kanë qenë paraprakisht. Që do të thotë se potencialisht do të ketë një ngadalësim të trendit të rritjes ekonomike të Kosovës, veçanërisht kur kem parasysh edhe partnerët tregtar të Kosovës, siç janë veçanërisht vendet e BE-s, po edhe vendet e rajonit dhe Turqia, cilët kanë një tendencë të ngadalësimit të rritjes ekonomike. Kjo do të reflektohet edhe në Kosovë, dhe siç thash, edhe pse Kosova ka një rritje ekonomike që është më e madhe se sa rajoni, ajo prapë është e pamjaftueshme sepse kemi bazën më të vogël të ekonomisë dhe ne vetëm aktualisht kemi kthehemi në trendet e rritjes ekonomike para pandemisë, që janë të pamjaftueshme për t'i adresuar problemet që i thash më herët. Në anën tjetër, çështja e qeverisjes ekonomike, që lidhet me formimin e institucioneve, është një kapitull i veçantë që ne kemi trajtuar brenda këtij dokumenti pozicionues që do diskutohet nesër, e i cili evidenton se siguria institucionale, po edhe parashikueshmëria institucionale, është një përcaktues i rëndësishëm i rritjes ekonomike. Në mungesë të tyre, gjasat për me u përshpejtuar rritja ekonomike janë të vogla.